Kosova sapo kishte përfunduar një vit me zgjedhje lokale të mbajtura në fund të vitit 2013 dhe po hynte në një vit tjetër elektoral ku po planifikoheshin të bashen zgjedhjet e përgjithshme për parlament. Shikues të nderuar, ky vit ka qenë viti më i rënd politik në vend, viti blokadës 6 mujore të shtetit Kosovës, pasi që partitë politike pas zgjedhjeve nuk po arrinin të krijonin marrëveshje për qeverinë e re. Ishte viti i skandaleve të misionit të BE-s në Kosovë EULEX, viti i skandaleve të stentave, viti i dështimit dhe reformës në Universitetin Publik Hasan Prishtina, e së fundit do të mbahet mend si vit i ikjes së kosovarëve nga vendi i tyre, gjë që po ndodh edhe tash kur ne po raportojmë. Por t'i kthehemi në retrospektivë asaj që jeta në Kosovë ka hulumtuar, analizuar, debatuar gjatë këtij viti. Cilat ishin temat me të cilat emisioni Jeta në Kosovë është marrë brenda këtij viti, cilat ishin temat më dominante brenda vitit 2014. Gjatë muajit janar, postjerash viti nisi me protesta të nxehta të studentëve kundër rektorit të Universitetit Prishtinës, Ibrahim Gashi. Ata protestonin kundër tij si shenjë pakënaqësisë për kredibilitetin e tij akademik. Mediat aso kohë patën shkruar se rektori Gashi kishte publikuar punime shkencore në revista të rreme në Indi, me të cilat ishte avancuar në gradën profesor i rregullt. Por, pikrisht, imazhi i tij i profesorit u godet nga akuzat për mashtrim të kryer përgjatë rrugës për të marrë titullin profesor i rregullt në Universitetin e Prishtinës. Studentët për një javë rresht bllokuan rektoratin duke protestuar pa ndërprerje në kërkim të dorëheqjes së rektorit Gashi. Fillimisht, rektori Ibrahim Gashi tha se nuk e ka ndërmend të jap dorëheqje. Duke e parë këtë situatë, Jeta në Kosovë me 30 janar organizoi debat me protagonistët e ngjarjeve. Në këto momente nuk është kontestu cilësia e punimit, por është duke u diskutu cilësia e revistës, në cilën ka botu autori i parë që ka qenë korespondent në revistën dhe unë. Për mendimin tim punim shkencor, po nuk ka lidhje, po t'ishte nga fusha e historisë, edhe t'ishte jo cilësore, unë përsëri nuk do të thoja që. Se do të thoja, po mirë, ka që ka pas mundësi të punoj, kjo ka qenë mundësia e hulumtimit në universitet, dhe është nga fusha e tij, nuk e ka bëma mirë, u kërkon zyrtari. Siç duket, më seriozisht në këtë çështje e patën protestuesit se sa rektori Gashi. Protestuesin nga ndera e rektoratit i hoqi vetëm dorëheqja e rektorit. Po me këtë tempo, Jeta në Kosovë e transmetoi reportazhin hulumtues të kolegës Jeta Gjara për krimet e luftës në veriun e Mitrovicës. Ajo solli rrëfimet e dëshmitarëve nga përjetimet e krimit në vitin 1999 dhe 2000 në këtë pjesë të Kosovës. Parasaksisht 14 vjetëve, këtu në Mitrovicën e Veriut ku kemi ardhur, ka ndodhur një ngjarje makabre. E gjitha fillon me 3 shkurt vitit 2000, kur në kafen Bellami, kafiqin Bellami, i cili gjendet këtu te shkolla teknike që shihet prapa me ndërtesa me të verdh, plagosen 15 Sërb si pasojë një eksplozivi që dëgjohet nga personat pa njohur. Pas kësaj, ky incident shfrytëzohet si pretekst që turma serbe prej 500 vetëve me hi te ndërtesat e shqiptarëve këtu që gjenden prapa meje, edhe i vrasin në shqiptar edhe i plagosin shumë prej tyre. A ditë kopshme ka ndodhur për neve se janë ekzekutuar nga grupi im 4 veta, kurse edhe nga grupi tjetër minuta më herët kanë qenë të ekzekutuar dikun edhe 20 veta, që do të thotë gjithsejt 24 veta. Javni tužilac tvrdi ovom prilikom da je gospodin Oliver Ivanović svojim javnim izjavama posticao i izazivao razdor među nacionalnim grupama, etničkim grupama koje žive na Kosovu, što ne može biti istina. Një prokuror i EULEX-it bazuar në këto dëshmi kërkoi paraburgosin për Ivanovićin me 28 janar të këtij viti. Gjykata caktoi masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Politikani serb dyshohet edhe për përfshirjen në vrasjen e 24 burrave shqiptar në lagjin e Kovacëve në veriun e Mitrovicës me 14 prill të vitit 1999. Edhe nga kjo masakër, ka nga ata që mbetën gjallë. Të mbjetuarit nga 2 krimet e një pasnjëshme e cilësojnë Ivanovićin si udhëheqës të sulmeve.
Avokati Mahmut Halimi, atëkohë gjykatës hetues, thotë se ajo është marrë vetëm me rastin e 7 personave të tjerë të akuzuar për masakrën në lagjen e Kovaqve. Branden Varma, zëdhënës Jon Miku, deklaroi se misioni nuk posedon të dhëna për ngjarjet e atëhershme, ndërkohë Angelo Morcella, zëdhënës i KFOR-it, deklaroi se misioni nuk posedon të dhëna kur u pyet për tërheqjen e autoblindave të ushtarakëve francezë në vitin 2000 para se të ndodhte sulmi kundër shqiptarëve në veriun e Mitrovicës nga grupi serbe, ku dyshohet se ishte i përfshirë politikani serb Oliver Ivanović. Pos kësaj teme, Jeta në Kosovë ka adresuar një tjetër problematik që ka gjenë qytetarët e rajonit të Prishtinës, furnizimi dhe mungesa e ujit të pijes. Ne kishim ftuar përgjegjësit kryesor për të diskutuar se a kemi krizë me ujë të pijes në Prishtinë dhe kush kë po e akuzonte për mungesë të strategjisë dhe mungesë të ujit të pijes në Prishtinë. Ta ndjekim. Prishtina ka mundësi, regioni Prishtinës ta zgjedhë çështjen e ujit një herë për gjithmonë, në qoftë se me të vërtet merret me prioritet nga të gjitha palët. Për shkak se nivelet e liçeve janë të ulta, për shkak se ne si ujëses kemi llogaritë që me këto treshura që janë të ardhur nuk do kemi ujë ose do kemi shumë pak ujë për shumë pak muaj. Një ndër faktor shumë të rëndësishëm i cili do të ndikojë që të ketë ujë më me bollak është shfrytëzimi racional i ujit. Kosova nuk është në një vend që shumë i pasur me ujë, ato kemi cek shumë shpesh. Për 1959 ne nuk kemi pas vetëm atë thatë. Gjatë muajit mars, emisioni Jeta në Kosovë pos temave tjera diskutoi se a ka moral politik në Kosovë. Në qendër të debatit të 30 marsit ishte kryetari i Prizrenit Ramadan Muja, për të cilin nga debati u mor vesh që ka dhënë në shfrytëzim prona komunale në mënyrë të kundërligjshme, për të cilën gjë u dënua me 2 muaj borg me kusht nga gjykata themelore në Prizren. Megjithatë, Ramadan Muja, kryetari i vetë pezulluar i Prizrenit, nuk ju përgjigj ftesës për të qenë pjesë e debatit në Jeta në Kosovë dhe si përfaqësues të tij e dërgoi zëdhënësin e komunës Ymer Berishën. Ky i fundit gjatë debatit tha se vendimi i shefit të tij, Ramadan Muja, për të dhënë në shfrytëzim pronat komunale, për të cilat edhe u dënua, ishte bërë për hir të qytetarëve dhe hapjes së vendeve të reja të punës. Të shohim se si e kishin parë këtë mysafirët e kolegës Jeta Gjara. Vendimarrja e kryetarit Muja i ka bën nder qytetit të Prizrenit, vendimarrja e kryetarit Muja dhe komunës në përgjithësi ka gjeneruar zhvillim ekonomik me aq kapacitete sa kemi pas mundësi dhe në përfillje absolute të kërkesave të qytetarëve. Dhe asnjë vendim nuk është pa moralin brenda, asnjë vendim nuk është pa etikën brenda dhe pa arsyeshmërinë edhe ligjore brenda. Në spajtonat që ti mundesh një mafiozi mi kriju lehtësia me bë vendet punës këtu, edhe ti vazhdimisht mu thirr që tash na ishte në 100 veta në punë. Zotni Muja me veprimet e veta e ka rrezikuar një zot tjetër komunë e Prizrenit. E rrezikon që në padi civile komuna e Prizrenit me bukur shumë parë. Për shembull? Për shembull, AKP-ja ka me padi komunën e Prizrenit me ja kthy pronën. Aty është një investim i madh. Duke i marrë parasysh zhvillimet e fundit në Prizren, tashmë ish nënkryetari i Prizrenit Rushdi Rexha dha dorëheqje nga kjo pozitë. E në anën tjetër, Hajrullah Çeku, drejtor ekzekutiv në ECMA ndryshe, tha se kryetari Muja që 3 mandate u betua në moral dhe përgjegjësi, por kjo po del se nuk po e respekton këtë betim. E kemi parë që si pjesë e festimeve të fund vitit, qytetarët e Prizrenit kanë vendosur që mbredhjen festiv ta dekorojnë me kampionët e korrupsionit Prizrenas. Ai 3 herë në jetën e vet është betu solemnisht se i ka fituar 3 mandate. 3 herë në tekstin e tij të betimit flitet për nder, për besnikëri, për moral. Në fund thotë edhe në pajtim me ligjin, nuk ka veç ligjës, më me kufizu përgjegjësinë e tij veç në raport me ligjin, kur ai ka gjithë këto kategori morale me cilat duhet me qeverisë. Ai ka fitu votat, po e ka shkel ligjin edhe ka konstatuar gjykata. Pas vendimit të gjykatës themelore për dënimin e Mujes dhe disa zyrtarëve tjerë komunal, u nxitën protesta qytetare para objektit komunal. Duke e parë këtë situatë, Muja mori vendim për pezullimin e pozitës së tij për 6 muaj. Zëdhënësi i komunës, Ymer Berisha, gjatë debatit tha se vendimi është bazuar në kushtetut, por askon në këtë akt ligjor nuk i jepet e drejtë një kryetari komunal për një gjë të tillë. Po ashtu në mars, Jeta në Kosovë sjell hulumtimin e gazetares Kaltrina Rexhepi, që ka hulumtuar se sa po zbatohet ligji duhanit në vendin tonë, dhe të gjetërat ishin se ligji nuk po zbatohej 100%.
Problemet në universitetin publik nuk ishin përfunduar. Në muajin prill, Jeta në Kosovë rikthehet temës së Universitetit të Prishtinës, kësaj herë në debat me rektorin e ri të UP-s Anton Berishaj. Ai erdhi si njeri që të paktën nuk njeh pion politik. Rektori Berishaj në debat tha se i ka duart e lira për të vepruar në UP. Por për njohësin e çështjeve arsimore, Duagjin Pupovci, menaxhmenti i ri do ta ketë problem ta vënë në binar UP-n, sepse sipas tij në të ka shumë çka që duhet të rregullohet. Unë i kam duart e lira për atë mandat, për aq sa është e paraparë me statutin e universitetit, që rektori mund të ushtrojë veprimtarinë e vet. I kam duart e lira, fakti që unë absolutisht nuk kam pas asnjë presion në përzgjedhjen e ekipit, ky ka qenë edhe në një farë mënyrë një paralajmërim i imi nëse më jepet mandati. Kjo strukturë menaxhuese këtë gjendje nuk mund ta përmirësoj se këtu vërtet ka shumë kufizime. Kjo don një kohë më gjatë se sa që kafat edhe problemet emergjente janë aq të pranishme sa që vështirë që kanë me mri deri këtu. Unë për 3 vjet që tash po shpresoj që kam me përfundu si vjet, me qenë shumë i ndershëm edhe me tregu shumë drejt, unë nuk menoj që çdo 3 vjet unë kam studiuar. Ushtruesi detyrës së rektorit Anton Berishaj premtoi se publikimi i punimeve të masterit, doktoratave dhe CV-ve i të gjithë stafit akademik në UP ishte çështje ditësh. Shumë shpejt, brenda ditëve. Kjo është çështje brenda ditëve që do të kompletohet. Pas kësaj, Jeta në Kosovë kishte sjell 2 hulumtime të gazetarëve me Edi Mulaj e Kaltrina Rexhepi. Gazetari Mulaj kishte hulumtuar se si po bëshin avancimet në universitetin publik. Pak më shumë se një muaj, rektori Ibrahim Gashi dha dorëheqje nga pozita e tij, nën kritikat se kishte publikuar punime shkencore në revista ndërkombëtare jo aq serioze. De facto me statut të universitetit nuk parashihet impact faktori. A keni mjaft punime në revista ndërkombëtare për të avancuar në këtë pozitë? Po, kam punime aq sa kërkohet, bile ka më shumë se sa që kërkohet. Ne i hulumtuam punimet e Dugollit dhe një ndër punimet e tij, të cilin komisioni recensues ia vlerësoi si me impact faktor, pa ia shënuar asnjë vlerë të impaktit, është ai me titull Fundi i luftës së dytë botërore dhe ripushtimi i Kosovës, i botuar në numrin 1 dhe 2 të revistës Diskutime, të cilën e boton Instituti për Studime Evropiane i Universitetit të Tiranës dhe Qendra për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike në Shkup. Madje në këtë revistë, Dugolli figuron si antar i redaksisë. Ndërsa, Kaltrina Rexhepi kishte hulumtuar se sa po zbatohet ligji për fëmijët me aftësi të kufizuara në 6 komuna të Kosovës në shkollat fillore. E kemi përnder që ta ndajmë me ju informatin që koalicioni i OJC-ve për mbrojtjen e fëmijëve e ka shpërblyer këtë storje me çmimin e parë për gazetari televizive. Fëmijët me aftësi të kufizuara janë me të vërtetë të kufizuar në integrimin e tyre apo pjesëmarrjen e tyre në procesin arsimor. E do në vazhdimisht e një shkollë. Do më shku në shkollë si të shef fëmijët. Se edhe fëmijët e këshive kanë galu shumë mirë. Këshia ma kanë prit për mirë. Edhe sërë që shkëshin në shkollë fillim, hajde donetara ati. Edhe e nëzitën, shumë e nëzitën fëmijët. Faktikisht ka pas shumë raste kur kemi ranë konflikt me 2 profesorët e tij. E kisha cek një rast vjet kur kemi shku për fund vit, kur jepet rezultati i gjysmëvjetorit. Na kemi kërku për profesorit jo t'jap nota për donin, por të paktën ta jep një mendim se sa ka arrit doni gjatë kësaj kohe, të paktën socializohet me fëmijë tjerë edhe të ndryshojë sjelljet e tij. Kosova po përgatitej për zgjedhjet parlamentare. Në kohën kur nisi me u nxej moti, nisi edhe me ardh era bërllogut në Prishtinë. Kretë kjo situatë erdhi për shkak se bërllogu u politizua. Policia e Kosovës me kërkesë të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor kishte urdhëruar zyrtarët e deponisë që t'i hapin dyert për kamionet e kompanisë pastrimi, por një urdhër i tillë nuk është përfillur nga kompania publike e menaxhimit të mbeturinave. Lutëm, unë nuk kom pas mundësi me pas qasje. A është mbyllja kufizim, ti nuk na ke lënë me hyrë në deponi. Nëse është e jotja privatisht, atëherë bisedojmë privatisht. Nëse është institucion shtetërore, është ndërmarrje shtetërore, unë kërkoj një sqarim. Unë nuk iku asaj që ne të kemi borx. Absolutikisht. Me shumë përgjegjësi them se është mirë ai borx lahet. Ky rasti që ka ndodhur që tha vitin 2012, janë dalë me deklarata politike.
absolut në deklarata politike, nuk je nalë në atë pjesë, se për rrëth marrëveshjes, edhe unë e kam këtu një marrëveshje, që është e nënshkruar politike edhe këta me qëllim për në nalën se atje është Prishtina, LDK-ja, gjona tjera. Në bazë të kompetenca, në bazë punëve dhe detyra të drejtave të inspektorit shtetëror të mjedisit, inspektorati ka qenë i detyruar me konstatu gjendjen, gjë që edhe ka konstatuar se është gjendje shumë e rëndë mjedisore. Për neve si qëndrim i komunës është e padrejtë mbyllja e deponisë për kënd. Në njërën anë, qytetarët ishin të shqetësuar për problemet e tyre, e në anën tjetër partitë politike tashmë ishin në fazën përfundimtare të përgatitjes për zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit. Partitë politike kishin vendosur premtime të ndryshme për votuesit e tyre dhe madje kishin vendosur vija të kuqe se MK do të bëjnë koalicion e MK jo. Te koalicionet me kënë hini kemi qenë tepër qartë deri tash se Partia Demokratike e Kosovës edhe Aleanca Kosova Re duhen me dalë në opozit. Është mirë edhe për këta, është mirë edhe për Kosovën, jemi të punu për këtë punë, nuk jemi veç të folë. Angazhimi ynë politik është për me qitë këta në opozit. Edhe herë për ju thëmë, është mirë për Kosovën, Partinë Demokratike të Kosovës edhe Aleancën Kosova Re, cilë kanë qeverisën 3 vjetë të fundit, është e shëndetshme për demokracinë, duhet mu këput, ky fartrejnë edhe herë për ju thëmë, hypë shtrenë për Abu Dhabi Spring vjen. Nuk ki asnjë stacion në rregull, këtë gabushëm janë. Për sa i përket Partisë Demokratike të Kosovës, ju e dini ne jemi tregu zemërgjër gjithmonë, ne s'kemi vijat kuqe, tek e fundit gjithë këto janë parti që në një formë ose tjetër menojnë për të mirën e Kosovës, shpresojmë spaku, çashtu që po deklarohen. Edhe me vendosjen s'keni vijat kuqe? Jo, absolutisht s'kemi pse me pas vijat kuqe, përveç që i favorizojmë që me pas koalicionin e ardhshëm me partitë e profilit të PDK-s, pra me partitë e qendrës së djathtë, me qenë se edhe programi jonë konceptualisht bazohet në këto parime. Ndërkas po ja jek dertin zotit Krasniqi se ne jo që s'do të pajtohemi me program tyre, me të ashtu quajturin misionin e tyre, që për ne është i vetmi mision me shku në opozit, këta do të shkojnë në opozit dhe ne, si LDK, me programin ton, me ofertën ton, me votën e qytetarëve, do të qeverisim, po nësë një rrethon me Partinë Demokratike të Kosovës. Unë jam zyrtar i lartë i LDK-s, e thom me kompetencë, LDK-ja do të qeveris pa Partinë Demokratike dhe pa koalicion e Partive Demokratike. Po, natyrisht ne kemi bërë të qartë disa herë që me Partinë Demokratike të Kosovës nuk kemi as përputhje programore, e që besa nuk kemi as një pikë besimin tak, kështu që nuk mund të bashkëpunojmë ata. Dhe do të bëjmë koalicion, por jo pa përfshirjen e programit ekonomik. Do me thonë po me PDK-n, s'po e përjashtoni. Ka mundësi që hini me PDK-n? Unë më duket e thash qartë, jemi për ndryshime. Mirë, po. E qartë është edhe po jo me më thonë, a jeni me hy me PDK-n, a nuk jeni? A e përjashtoni, a se përjashtoni? Vetë politika e... Por vetëm 2 ditë para zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë, me 6 qershor rreth orës 11 në hapësirat e termocentralit Kosova A, ndodhi një shpërthim i madh. Kjo tragjedi nxorri në pas se gjendja sigurisë në këtë termocentral është shumë e rrezikshme. Këtë e kishte thënë edhe një studim i Komisionit Evropian. Xhirimet ekskluzive u siguruan nga Kallzot.com. Pas datës 8 qershor, vendi kishte hyrë në krizë politike. Partia Demokratike e Kosovës nuk po arrinte të gjente partner për të krijuar qeverinë. Në ndërkohë ishte formuar bloko, pra koalicioni partive LDK, AK, Nisma plus lëvizja vetëvendosje. Gjatë tërë muajit korrekt, Jeta në Kosovë kishte analizuar se kush do të formojë qeverinë e re. A kemi koalicion të ri dhe a kishte kuvend gjatë muajit korrekt? Sot ishte një moment sfidues për mu personalisht, sepse si deputetja ma e vjetër e parlamentit më takonte detyra së bashku me deputetin më të re që të menaxhoj seancën konstituive të legjislacionit të 5. Askuj nuk i lejohet me anë që skenari i kryesisë vjetër nuk vlen. Këto duhet me pas qartë. Ajo është obligim, është obligative dhe ka ndodhur çdo herë. Unë mendoj që ka mundur të gjendet si një zonjë nderuar dhe respektuar, ka mund të gjendet më mirë.
Gjavit Haliti dhe Partia Demokratike kanë kërku pezullim dhe Enver Hasani ka plotësu dëshirën politike të Partisë Demokratike dhe ka pozullu. Kushtetuese paneli ligji. Dëshirën e lëvizjes vetëvendosje kur ka kërku pezullim të ligjit për amnisti. Njëjtë çështë ka plotësu kërkesën e lëvizjes vetëvendosje. Kemi të bëjmë me një ligj. Kemi të bëjmë me një institucion i cili ka mund me hy me marrë vendimet e një pasnjëshme të cilat pastaj do të mund të ishin të diskutabile. Askush nuk ka paralajmëruar se kuvendit do të marrë vendime ose sekretari i kuvendit do të marrë vendime. Tresha LDK-a nisma i kanë kërku presidentës me vazhdu me procedurën e zgjedhjes qeverisë. Derisa Kosova ishte blokuar nga moskrijimi i institucioneve, në anën tjetër qytetarët vazhdonin të kishin probleme. Jeta në Kosovë gjatë muajit gusht sjell hulumtimin e kolegut me Edi Mulaj, që tregon se si u kishte ndodhur disa pacientëve në spitalin e Prizrenit të helmoheshin në të njëjtën ditë dhe në të njëjtin repart. 3 pacientë, Destan Gashi, Albion Qenaj dhe Majlinda Gjana, të gjithë nga Prizreni, më 17 janar 2013 janë operuar në spitalin regional të Prizrenit me diagnozat të ndryshme. Ata dyshohet se gjatë operimit apo pas operimit në këtë spital janë infektuar. Të 3 rastet kanë ndodhur në të njëjtën ditë. Po unë me datën 17 pare 2013 në kumar mu operu pi Bruit, që ka pas lidhje me një kanal, dhe me 17 pare një më operu dhe me 18 pare të nesrit mu ka kesu gjendja. E operun, mas dikuri dull, doktoresha tha u krye operacioni mirë është, mas dikuri tha e qesim jashtë, mas si vjen në vetdia pak. Vetdia ka dalë erdë në vetja jo, po fillon pak si me ethe me të vjellën e përcjellën. Kënë bërë operacion, këmë dalë për operacionit, këmë dalë me ethe, ka me vjellë. Ante pas një ore, erë doktoresha e këshyre dhe një herë, tha mirë, tha është ta është letë përshojnë, mirë për djali kështë dhe imbje. Gjatë e sojlave ja ka dhënë atë 2, ajë teknikëve ka dhënë atë 2 gjilpona për dhimbë. Ne i kemi kontaktuar të gjithë personelin mjekësor, i cili ka qenë përgjegjës për këto 3 raste të operimit, por nuk kam pranuar të tregojmë për ngjarjen. Duke parë këtë mbyllje kolektive të personelit, ne siguruam dosjen e lëndës që ka të bëj me këto 3 raste, dhe aty i gjetëm deklaratat që personeli mjekësor i ka dhënë në hetuesinë e policisë. Shpërthimi në KEK kishte shkaktuar mungesë të energjisë. Kjo ishte arsyeja kryesore që KEC-i i drejtoi kërkesë zyrës së regulatorit të energjisë për ngritjen e tarifave të energjisë për import. ZRE-ja e miratoi kërkesën e KEC-it për ngritje të tarifave për import të energjisë. Kjo u kundërshtua nga qytetarët, por edhe prej 70 organizatave jo qeveritare, të cilat përmes një peticioni kërkonin që shtrëngtimi i rrymës të mos ndodhë. Do të quhemi na vetë, do t'i kapëm stupca të ndorë edhe pejmë matë në ditë të poshtë këtë 100 metrë. Ramiz Mustafa ka dalë në paraditën e së mërkurës para ndërtesës së kuvendit për të bërë thirrje institucioneve të Kosovës që t'i marrin në dorë përgjegjësitë e tyre dhe të anulojnë vendimin për shtrëtimin e energjisë elektrike. Si mbështetës i peticionit që bën thirrje për të njëjtën gjë, qytetari Mustafa thos se kuvendi duhet të intervenojë sa më shpejt para se kjo çështje, sipas tij, të kalojë në duart të popullit. Do të marrëm çështjen vetë në dorë, por kur të marrëm natë do të jenë shumë keq. Vje faktura një muaj vjen 70 euro, në 2 muaj vjen 150 euro, për çka? Një transparencë, si u dini se në kuvendin e Kosovës ne kemi pas një komision i cili ka shqyrtu shumë aspekte të çështjes që po e diskutojmë sante dhe një nga konstatimet bazike ka qenë mungesa e transparencës. Mungesa e transparencës në komunikimin e publikut, mungesa e transparencës tek fakturimi, mungesa e transparencës në sqarimin e gjitha elementeve që përbën çmimin. Nëse hyni në websajtin e ZRE-s apo të tjerëve, ju do të merrni një tabel e cila është shumë e komplikuar, shumë teknike, e vështirë edhe për profesionistë të ekonomisë dhe ndoshta edhe të inxhinierisë që t'i bien fije
Për çkafit përbëhet çmimi i energjisë. Ata vazhdojnë mos jenë transparent që nga fillimi përkundër kërkesave dhe shoqërisë civile, po edhe të mediumeve të ndryshme që ata të dalin para publiku dhe t'ju tregojnë publikut se çka në të vërtetë po fshihet pas kësaj metodologjie të përcaktimit të çmimit dhe cilat janë ato komponente të cilat i kanë marrë parasysh e cilat janë edhe ato tjera të cilat nuk i kanë marrë parasysh e që ne besojmë janë të shumta. Nuk po kanë guximin të dalin përballë sepse kjo çka po ndodh me ZRE-n në këtë vakum institucional që ka kapluar Kosovën nuk është e drejtë dhe po i faturohet e tëra qytetarëve me ngritje të çmimeve elektrike. Zyra e rregullatorit është një institucion i pavarur kushtetues. I themeluar me kushtetut. Ka ligjin e vet, edhe roli i zyrës rregullatorit në vendimmarrje është e pavarur. Zoti Vitullah, vetëm pak, lutem. A ishte i pavarur vitin e kaluar kur ministri Beçaj intervenoi në mos ngritje të çmimit? Nuk po flasim për atë se qysh sillet. Na po flasim mbi bazën e ligjit se ato asaj ju referove. Zbatshmëri nuk ka ai lex. Jo, u referove se duhet të diskutoj me parlament, nuk duhet të diskutoj. Po në muajin shtator, jeta në Kosovë prap ishte marrë me gjendjen në Universitetin e Prishtinës. Një rektor kishte dhënë dorëheqje, ndërsa 2 të rinj kishin ardhur pas tij. Me 2 shtator, emisioni Jeta në Kosovë sërish kthem vëmendjen te Universiteti i Prishtinës, kësaj here për zgjedhjen e rektorit të ri Ramadan Zainullaho. Qysh ndodhi që Baxhanaku juj përfundoi si vlerësues apo njëri prej atyre që dha votën, këshill drejtues për ju? Qysh ndodhi çaja? Apo shpjegoni, a është rastësia? Qysh ndodhi? Këshilli drejtues është zgjedh nga Senati i Universitetit 2 vite më parë. Dhe tash, sipas kësaj që njerëzit mendojnë që është dashur të bëhet, nuk është dashur të shiqohet ligji, a ka konflikt interesi apo s'ka, po dashur të abstenon njeriu të mos kandidohet për rektor derisa Baxhanaku të hiqet prej bordit. Por unë shpresoj që Baxhanaku do të jetë në bord edhe në mandatin e ardhshëm. Ka shumë luks, por nuk kam shku për luks, sepse jetën e kam të mirë, qetësinë e kam pas, por kam shku sepse kam kritikuar dhe të kritikosh qëndrosh anash të mos marrësh përgjegjësi është e pamoralshme. Dhe ajo ka qenë arsyeja pse un kam hy. Prind paguajnë para për të shkolluar fëmijët dhe ne në fakt nuk i shkollojmë ata, po japim diploma pa vlerë. Është udhëheq më shumë nga njerëz në pension se sa nga ata që E ju sa vjet i keni? Edhe 2 mandate mund t'i kaloj për me shku në pension. As rektori Zainullaho nuk i shpëtoi protestave para dyerve të rektoratit, por për dallim nga paraardhësi i tij Ibrahim Gashi, protestat ndaj të cilit ishin përpunime të dëshimta shkencore, protestat ndaj Ramadan Zainullahot erdhën nga shoqatat e dalën nga lufta e UÇK-s, të cilët kërkonin regjistrimin e pakoshtë mbi 1000 fëmijëve të familjeve të këtyre kategorive. Në njërin anë, rektori Zainullaho ka insistuar në përmbushjen e kërkesave minimale për regjistrim, ndërsa në anën tjetër organizatat e dalën nga lufta kërkonin dhe ende vazhdojnë të kërkojnë regjistrim të pakoshtë. Ky konflikt asot e kësaj dite nuk është zgjidhur nga sa asnjëra palë nuk po heq dorë nga kërkesa e tyre. Me 10 tetor 2014, një hulumtim disa javori, Jeta në Kosovë ka zbuluar skandalin Zarfi 2. Korrespondencën e zyrtarëve të EULEX-it me kolegë të tyre në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel. Në këtë korrespondencë tregohet se si zyrtarët ligjor të EULEX-it kanë arritur ta bindin stafin e ngushtë të presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga që ta injoroj Kushtetutën e Republikës Kosovës. Një raport tjetër, të cilin e ka siguruar Jeta në Kosovë, është një letër ku EULEX-i e lajmëron Bashkimin Evropian në letër e brendshme, ku EULEX-i lajmëron Bashkimin Evropian në Bruksel, se ka arrit me e bind zyrën ligjore të presidentes së Kosovës që me heqë dorë prej procedurave ligjore për me i emëru gjyqtarët ndërkombëtar të gjykatës kushtetuese përmes parlamentit ashtu si që thot ligji. Sot kemi dorëzuar një kërkesë në gjykatën kushtetuese për shfuqizimin e dekretit të presidentes për konfirmimin e vazhdimit të mandatit të gjyqtarëve ndërkombëtar në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës. Kjo është ajo që kemi dorëzuar ne kërkesa. Kërkesa jonë dhe analiza jonë është bërë duke u nisur nga një pyetje apo hipotezë që ju e lexuat pak më parë. Edhe krejt pyetja konsiston në atë që ne kemi dashur ta shohim me analizë a mund të arsyetohet në mënyrë ligjore ky dekret i presidentes.
ka mos konsistencë të madhe në mes të termave. Emrim, riemrim, vazhdim mandati. Ku ka mos konsistencë? Në letër këmbim, në dekret, në transkript të datës 23 prill 2014 në parlament. Letër këmbimin e keni fjalë mes ashtonit dhe presidentës. Letër këmbimin mes ashtonit dhe presidentës. Mas pari, neni 20 i kushtetutës është e vërtet që lejon bartjen e sovranitetit në pika organizatave ndërkombëtare për çështje të caktuara. Po presidentja nuk mundet me bart kompetenca që si ka. Tetori u karakterizua dhe me një skandal të EULEX-it. Krejt kjo kishte nisur kur një prokurore e këtij misioni, Maria Bamje, u suspendua nga puna për shkak të dëshimeve për zbuljen të sekreteve të këtij misioni. Pas suspendimit, Maria Bamje u ha për publikun. Sipas saj, arsyeja e suspendimit ishte rasti i një vrasjeje të 3 fesh në Kaçanek në vitin 2007. Në këtë intervistë, Bamje flet edhe për pengesat në punë që thot të ketë pasur nga kryeprokurorja e EULEX-it, Jaroslava Novotna. Arsye tjetër sipas prokurores Bamje ishte heshtja e EULEX-it për akuzat për përfshirje në korrupsion të gjykatësit Francesco Florit. Jeta në Kosovë kishte sjellur intervistën ekskluzive të Florit e edhe dëshmin e Florim Hasanit, i cili dëshmon se ishin mbledhur 250.000 deri në 300.000 euro rishfet për gjykatësin italian. A year after I'd made my allegations in Tolai, the police came to me with evidence like that, saying that they had paid 300,000 to Francesco. They wanted me to complain to EULEX to investigate the matter. I told them I'd already complained in an earlier case and EULEX did nothing. Çka është puna 300.000 euro? Kush t'i ka kërku paret dhe çfarë garancie keni marrë që ka me u kry puna kur t'i mbledhni paret? Kush t'i ka kërku paret? Mu mi ka kërku paret Francesco Flori, për ndryshe i kena mbledh me në Srecenën. I don ka 10.000 euro në vit. Për një vit çka kushton 10.000 euro në vit i ka kërku. Për një vit mja ik. 33 vjet janë kanë denun. Edhe ju i keni mbledh paret, a? E kena mbledh 270.000 euro i kena mbledh. These accused are totally ungrounded. I have never received, never been offered any bribe from anybody. Po ashtu me 16 tetore emisioni Jeta në Kosovë sjell analizën e emisionit Tema të realizuar nga kolegu Faik Ispahiu pas ndeshjes së futbollit ndërmjet Shqipërisë e Serbisë në Beograd. Gjithashtu, kolegu Ispahiu realizoi intervistën ekskluzive me kapitenin e ekipit të Shqipërisë, Lori Ksana. Tregom, Lori, pse doli situata jashtë kontrollit? Por fatkesisht unë ndalu loja nga arbitri për fishekzarjet në krahun ku është dalja e lojtarëve. Dhe në atë moment erdhi edhe një dron, si mund ta quajmë, me simbolin ton kombëtar. Dhe nuk u kuptua mirë se çfarë ishte në fillim. Mandej kur u kuptua që ishte simboli kombëtarët ton, ishte një acarim dhe një nervozizëm shumë i madh i anës tifozërisë serbe. Dhe në atë moment u prit derisa të largohen fishekzarët dhe derisa të largohet droni. Momentin që lojtari më duket që ishte Mitrovic e kapi flamurin ton, lojtar ton shkun me shpejtësi që ta kapin flamurin dhe mos t'i ndodh gjë flamurit dhe mos ta shkyn ose mos ta keq trajtojnë flamurin për qëllimin për ta larguar nga fusha, dhe ajo besoj u pa dhe në fotografi që ne e kishim qëllimin për ta larguar nga fusha. A mu e veç me t'luta, a mu është veç me mi tregu durt, ta posh dorën, porzit, ta shiki durt? Po, kjo në fakt është ky tifozi famshëm që ma ka kafshu gishtin dhe kemë ma kput. Me 13 nëntor, sërish i kthehemi UP-s me temën e nxehtë për memorandumin e bashkëpunimit mes UP-s dhe shoqatave të dalën nga lufta. Ushtëruan të gjitha kanalet e komunikimit dhe po detyrohemi të bëjmë veprime të cilat asesi nuk i dëshirojmë. Çfarë fshihet, zotë rektor,
në prapavin tuaj, pse kjo urrejtje juaj për luftëtarët dhe ushtrinë shërimtare të Kosovës? A është e nxitur nga ju personalisht, apo e të nxitur nga dikush tjetër? Përse kot se koti e fillon një luftë që nuk mund ta fitosh as ti, as për krahast e tu? Unë s'pari duhet ta interpretoj pikën 2 të vendimit ministrisë, të cilin thënë bot e degradon rënd autoritetin e Senatit Universitetit, sepse Senati Universitetit përcakton kritere mbi cilat pranohen student. Sinqerisht nuk e kam prit që ministri me automatizëm do të pranoj listat. Une jam i vetëdijshëm për pasojat edhe të zbatimit edhe të mos zbatimit. A keni me zbatu këtë vendim? Shiqoni forma në të cilën është shkruar të pranohen student me automatizëm veç pse kanë hyrë në klasë. Damton në rand reputacionin e universitetit. Kjo është më tepër se sa ndërhyrja. Sepse kjo e then institucionin e konkursit rand, në cilin shkruan që studenti rëngohet. A do të theheni ju, zot Niseni? Unë nuk do thehem, sepse ndërhyrjet e tilla e kam pru universiteti në këtë situatë që nuk ka segment i cili nuk është i lënduar maksimalisht. O, ka thonë edhe si vjet që shtë Nuk e din çka kanë nënshkru. Unë mendoj që se din. Po mu për vjeket që ju për mendoni kështu. Nuk shkruhet që studentët pranohen me automatizëm se kanë ardhur dhe kanë hyrë në amfiteatër. Po shkruhet mërë se e rezervon drejtën ministri me marrë vendim tillë. So mërzot, kush më refuzon me marrë vendim me dhënë dije. Së Kosova e kërkujt me vendos kritere ministri as kërkush? Për mi legj? Mirë, falni. Kur nuk vendos ministria, kush ka me vendos? As një ligj, as statuti UP-s, as një ligj që rregullon çështjet e arsimit lart nuk e jep ministrisë kompetencë të definoj kriteret e pranimit në institucion të arsimit lart. Kush është mbikëqyrës i Universitetit Prishtinës? Po çka është ky kur I thotë kush të regjistrohet e si të regjistrohet? Po mirë, kush është mbikëqyrës i Universitetit Prishtinës? O Ministri i Arsimit? Në ç'kuptim, kush e thotë? Kush është mbikëqyrë? Kush është instanca më e lartë e arsimit? A i ndron kriteret kompetenca minimale, kompetencat e Ministrisë së Arsimit në raport me universitetin. Po mi numra. Ne së pore ministri është bazu në memorandumin e bashkëpunimit I cili është në fuqi. Pas 6 muaj të vendit pa qeveri, pas prishjes së bllokut, pas deklaratës së ambasadorës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, më në fund Kosova u bë me qeveri. Koalicioni I ri, PDK, LDK e zgjodhi ish shefin e Shikut Kadri Veselin si kryeparlamentar dhe Isa Mustafën si kryeministër të vendit. Kjo për shumë kë nuk ishte besueshme që kryeministri deri tashmë Hashim Thaçi do të lëshonte pa. Mirë po, ja që ndodhi. Falenderoj shumë, inshallah nga ndihmon dhe zoti Bashkari shpangjerit shumë. Kush është për? Po vlas, për kryeministër Isa Mustafën dhe kabinetin e vet qeveritar. A ka kundër? Konstatoj se me 73 vota për, me 38 vota kundër dhe 2 abstenime, kuvendi zgjodhi qeverin e re të Republikës Kosovës me kryeministër zotin Isa Mustafa. Urime. Qeveria e re tani jo me emrin Gansës Rosës 2, por e njohur si qeveria të mëdhenjve, pra qeveria e elefantëve, në dhjetor të 2014 që formua, e këtë dhjetor do të mbahet mend edhe për një skandal të ri të cilin e ka raportuar Jeta në Kosovë. Është fjala për skandalin e stentave. Kolegët e mi, edhe nga drejtësia në Kosovë dhe Jeta në Kosovë, Qëndresa Mustafa, Kreshnik Gashi, Mehdi Mulaj, kanë bërë një hulumtim gati 2 mujor për të takuar me këto palë, për të kuptuar më mirë se si ka ndodhur që zemrat e tyre në fakt janë hapur edhe është bërë pazar me to. Sa kushton, tha, 2200 euro thani da marrë, tha kime që. Shqip, turpur. A shpëtaj për që atë pare nuk besoj që kam sënë të me dhanë në. Hamas 2 dite kemi dhanë. A shme fyll me burë. A së shumë s'mut jetë, ati kemi paralizu. Yeah, I remember the patient Kadime Gashi. She came here about 2 months ago and she was operated before 4 years ago in another hospital.
and she came here to control because she was told that there were bypasses occluded and she needed new stents, which is after 4 years, not really, it doesn't really make sense. So we made another corona angiography in our hospital here, and we found out that all the 4 bypasses she had 4 years ago were perfectly open. It was a very nice surgery, and there is no need at all to do any intervention for this lady. Unë I thash me bo një koronografi me këshyrë, se ky infarkt me siguri ka ndodhë diçka, tha për koronografi edhe për ton spital presin 2000 vetë. Kështu tha që spitalin turk, mirë po thash nuk di tha që kom numrin, që po e thirin, vinë me ndim shpejt marrin. Ku kom pa të dere me do puma të zhytne, me ato fërmera ka shlyme të zhytne, flokët I ka pas deqe tu, I vikera. Tha, ki zot trenin e fundit, tha, me hinë sa. Qa menoj ke me trenin e fundit? Kështë që këtë da marim shel. Edhe kom shku në sal, bëneren më kanë qo, edhe të e kom një atë farë kamera që ka hinë. Pas të për dhe për vejti, tash doktor, tash aja mirë, bre, tha, po, tha, ona djahë, tash shumë mirë. Ma në tani kom një pak, pak e shumë në gjafsha. Se bërgjën të tha një stens të pak të vëgullë ka. Pa ma kam nuës, ma kam nuë, nuk e di, si kom pa. Që të më kanë në salë një 10 minuta të volë, të gullit me 10.000. Sa? Qysh u gullit që? U gullit që për stenda. 2 stenda minutë sonde, një mas 10 ditë mas nëse ka nevoj, nëse s'ka nevoj, veç për 2 atë notë kanë pas minuë. A ku më thubat që Martin që me një hetë kanë shti në operacion? Fidat notë më kanë qitë në operacion. Atë kanë bo do një kontrol para pakeshtë? Një që kur gjo. Ju them drejtën, unë kam qenë I befasuar edhe pse të ftohem në intervistë në cilësinë të dyshuarit, sepse prej asaj që unë e pash dje në komunikatën e prokurorisë speciale, akuzat cilat vinë atje për shkeljen e dyshuar të ligjit të prokurimit publik, ose në nënshkrimin e marrëveshjeve të paligjshme të cilat kanë favorizuar spitalet e saktura private, përfundimisht për mendimin tim nuk qëndroj në këtë, thash edhe dje. Që të mos mbetet se I tër viti ka shkuar vetëm zi, ti përmendim edhe disa momente krenarie për vendin tonë. Nuk e kam fjalën vetëm për fluturimin e dronit mbi stadiumin e Partizanit në Beograd. E arritura më e madhe sportive është fakti se Majlinda Këlmendi jo vetëm që ka vërtetuar pozitën e saj si kampione e botës në judo. Tash tutje Majlinda do ta përfaqësoj Kosovën edhe në lojrat olimpike. Kosova edhe zyrtarisht është bërë antare e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Pra, ndoshta kompanitë e autobusëve do të duhet të hapnin vija të reja për Rio 2016, jo për shkak të ikjes nga kushtet e vështira për jetë në Kosovë, por nga se Majlindës do t'i duhet për krahja jonë për të vazhduar të jetë kampione e botës.